të gjithëve nga unë Alfrida Kajolli dhe mirë se vini në episodin e radhës Korrieri i Shëndetit. Mëlçia është një organ i çmuar për funksionimin e duhur të gjithë trupit. Ajo kryen disa funksione: ruajtjen e lëndëve ushqyese, siç është glikogjeni, minerale të saktuara siç është hekuri dhe vitamina të ndryshme, veçanërisht B12 dhe vitamina të tretshme në yndyrë, detoksifikimin dhe prodhimin e energjisë. Për më tepër, ajo gjithashtu sintetizon proteina të ndryshme. Dieta sigurisht është thelbësore për efektivitetin e saj. Nëse sasia e toksinave që duhen eliminuar kanë sasi të tepërt, aftësia e saj pastruese zvogëlohet dhe këto substanca rihyjnë në mënyrë të rrezikshme në qarkullimin tonë të gjakut. Se si ushqehemi për të mbajtur mëlçin gjithmonë të shëndetshme, kemi të ftuar kimistin ushqimor të Institutit Kulinar në Ranxi, zotin Alken Çuko. Përshëndetje Alken, mirë se erdhe. Përshëndetje Frida, si gjithmonë kënaqësi të diskutojmë së bashku tema interesante, kur kanë në fokus shëndetin dhe produktet që të konsumojmë për t'i ardhur në ndihmë mirëqenies tonë fizike, shpirtërore, emocionale me produkte sa më natyrale nga kompania e Ranxi. Faleminderit. Sot ne kemi një temë shumë interesante siç është mëlçia. Doja që të flisja pse është kaq shumë e rëndësishme që ne të kemi një mëlçi të shëndetshme, por gjithashtu cilat janë ato sëmundje që na vijnë pasi mëlçia jonë sëmuret. Atëherë, pikë së pari, ne kemi përmendur edhe në podcastet të tjera së bashku që metabolizmi jon, trupi jon është ndërtuar në një formë të tillë, të mrekullueshme në fakt, ku përmban disa organe të ndryshme dhe në fakt ekzistojnë disa organe detoksifikuese që kryejnë procesin e detoksifikimit në mënyrë natyrale në vetë metabolizmin tonë. Dhe mëlçia, le të themi, është selia qendrore ku ky proces i detoksifikimit ndodh, sepse çdo ushqim që ne konsumojmë, çdo lëng, çdo çdo toksin që mund ta konsumojmë nëpërmjet ushqimit, apo praktikisht çdo gjë që vendoset si një element në metabolizmin ton, pra në traktin ton tretës, mëlçia e filtron atë për ta konvertuar më pas në elemente të tjerë jo të dëmshëm. Pra praktikisht është si një filtr biologjik. Dhe në fakt mëlçia kryen rreth 500 funksione të ndryshme në metabolizmin ton, çfarë i jep goxha rëndësi në fakt dhe e thekson se sa rëndësishme është ajo për metabolizmin ton. Pa një mëlçi të shëndetshme, as ne nuk do ishim të shëndetshëm. Dhe mëlçia në fakt ruan rolin kryesor në metabolizmin ton për kryerjen e filtrimit të toksinave. Ajo atë realizon nëpërmjet dy proceseve. Para është procesi i oksidimit, ku këto toksina le të themi shpërbëhen, ndahen në një farë forme, dhe hapi i dytë është faza e konjugimit, ku këto toksina më pas lidhen me elementë të tjerë të cilët mëlçia i prodhon, si glutationi për shembull, i cili është një enzim dhe kofaktor në kryerjen e një procesi, ku më pas dalin jashtë nëpërmjet sistemit të ekskretimit që një prej tyre është urinimi, djersitja etj. Është goxha e rëndësishme që ne të kujdesemi për atë dhe të kemi një mëlçi të shëndetshme. Përveç kësaj, mëlçia është vendi kryesor ku filtrohet edhe gjaku dhe madje përveç kësaj ndodh edhe le të themi prodhimi i lëngjeve biliare. Ne kur konsumojmë ushqime të ndryshme si edhe këto që ndodhen në tavolinë, i tresim ato. Tretja fillon që në pjesën e zgavrës së gojës, ku aty kemi enzimat amilazë që tresin fraksionet e karbohidrateve, siç është amidoni kryesisht, sepse amilazët nga vetë emri amidon konvertojnë amidonin në pjesë më të vogla dhe më pas në pjesën e stomakut, ku aty në fakt ndodhen edhe disa enzima të tjera. Por këto enzima nuk prodhohen drejt për drejt në stomak, por nxirren prej tëmtit, ku mëlçia prodhon 600 deri në 1000 ml lëngje biliare, të cilat përmbajnë enzimat të ndryshme që tresin ushqime, kryesisht ato fraksionet yndyrore që përmbajnë dhe vitaminat goxha të rëndësishme për ne, si vitamina D, vitamina E, vitamina K dhe vitamina A, që janë grupi i vitaminave, le të themi, më të rëndësishme për funksionimin ton të përditshëm, duke qenë se janë dhe pararendës të hormoneve të ndryshme. Prandaj është goxha e rëndësishme të kemi një mëlçi të shëndetshme dhe prandaj dhe këtë temë sot është shumë interesante. Si duhet të jetë një mënyrë e duhur e të ushqyerit që ne të mbajmë një mëlçi sa më të shëndetshme?
Në fakt, patjetër që ne të kujdesemi për shëndetin e mëlçisë tonë, duhet që të konsumojmë një dietë të larmishme. Këshilla është gjithmonë kjo, sa më të larmishme të jenë produktet tona dhe sa më shumë ngjyra të ketë ryeza jonë, patjetër aq më të shëndetshëm do jemi edhe ne dhe rrjedhimisht aq më shëndetshme do jetë edhe mëlçia. Unë do ta nis me le të themi një produkt solid, por do përmend lëngun e limonit. Është një nga ato produktet ushqimore i cili është natyral pikë së pari, sepse ka pjesën më të madhe dhe përqindjen më të lartë të pulpës së limonit dhe si tillë përmban komponent bioaktiv si limoneli që është një prej tyre, një nga ato le të themi elementet aromatik që limoni ka si karakter. Por nga ana tjetër është shumë i pasur dhe me vitaminë C. Vitamina C ose acidi askorbik i njohur ndryshe është një nga antioksidantet më të fuqishëm të cilët produktet ushqimore përmban dhe si antioksidant ka një aftësi shumë të madhe që ato radikalet e lira të cilat ne i konsumojmë nëpërmjet ushqimit, kryesisht nga ushqimet e skuqura, të cilat i kalojnë temperaturat mbi 180 gradë Celsius, ku patatet e skuqura janë një prej tyre, apo produktet e zgarës, ku ndodhen dhe ato reaksionet më lartë që formohen sasi të larta të akrilamidit dhe çdo komponent tjetër i formuar si radikal i lirë, i cili dëmton mëlçin ton. Lëngu i limonit me përmbajtje të lartë të vitaminës C, si një antioksidant, është një nga ato produktet i cili bën mrekulli për të luftuar këto radikalet e lira dhe për t'i neutralizuar ato. Prandaj konsumimi i lëngut të limonit pothuajse çdo ditë në regjimin tonë ushqimor mjafton të tretet pak në ujë apo si kondiment, mund të bëjë mrekulli për sistemin ton imunitar, njëkohësisht, por edhe për shëndetin e mëlçisë. Mjafton që gjithmonë të zgjedhim produkte cilësore. Dhe një nga ato produktet e tjera ushqimore që ne mund të kujdesemi shumë mirë për shëndetin e mëlçisë janë dhe frutat e thata. Në të gjitha dyqanet e Rëndë Organic Market, ne kemi tashmë këto formatet e reja paketime të frutave të thata, të cilat janë jo vetëm të bukura për të parë estetikisht, por na lehtësojnë dhe sasinë që mund të konsumojmë prej tyre, sepse një paketim i tillë përmban 100 gram dhe ne dimë që doza rekomanduar ditore është 25 deri në 35 gram, kështu që një paketim i tillë i ndarë në 3-4 ditë do ishte më së mjaftueshme për të marrë të gjitha vlerat e larta ushqyese, sepse frutat e thata janë të pasura me antioksidantë ndryshëm, ku vitamina E është një prej tyre, dhe jo më kote përmendëm më përpara që shëndeti mëlçisë duhet të kujdesemi, sepse mëlçia prodhon lëngun biliar, i cili ka enzimat e duhura për të shpërbërë këto ushqime të tilla që përmbajnë vitamina të tretshme në yndyrë që ne të jemi të aftë më pas për t'i përthithur ato. Dhe duke konsumuar vitamine si një antioksidant, ne kujdesemi njëkohësisht dhe për shëndetin e lëkurës tonë, kujdesemi për shëndetin e flokëve tanë, por njëkohësisht edhe për shëndetin e mëlçisë, duke na siguruar dhe garantuar gjithashtu dhe sasi të lartë të fibrave, duke u kujdesur dhe për shëndetin e zorrës së trashë. Në çdo podcast asnjëherë nuk do ngelet pa përmendur shëndeti i zorrës së trashë, sepse aty ndodhet pothuajse 90% e gjithë imunitetit tonë, sepse një zorë e trashë e shëndetshme do të thotë një tretje më e mirë, një balancim hormonal më i mirë, një le të themi një funksionim i mikrobiotës intestinale më i mirë dhe gjithashtu do kemi një shëndet të përgjithshëm më të mirë. Prandaj konsumimi i frutave të thata në sasinë e rekomanduar ditore bën një ndryshim gjatë të madh dhe të themi dhe në shëndetin ton të përditshëm, por dhe për shëndetin e mëlçisë. Përveç frutave të thata, një nga ato produktet e tjera ushqimore që janë shumë të pasura me vlera ushqyese janë dhe karotat, të cilat përmbajnë beta-karoten. Beta-karoteni është një formë pigmenti, por gjithashtu dhe antioksidant shumë i mirë. Është një komponim bioaktiv, ku në karot gjendet me sasi goxha të lartë, sepse është pararendës dhe i vitaminës A, një vitaminë të tretshme në yndyrë, që na ndihmon gjithashtu dhe në shëndetin e syve tanë, por ndihmon mëlçin për të kryer dhe funksionet e saj detoksifikuese. Madje karotat, përveç beta-karotenit, janë shumë të pasura edhe me minerale të tjera, bashkë me sasi të larta të fibrave, të cilat janë fibra gjysmë të tretshme. Në ndryshim nga produktet e tjera ushqimore, karotat kanë një aftësi dhe veçori për të tretur më lehtë në sistemin ton gastrointestinal. Dhe duke qenë të tilla, ato janë lehtësisht të asimilueshme
për të ndihmuar më pas procesin e detoksifikimit të organeve tona, sepse mëlçia bashkë me organet e tjera veprojnë si një orkestër së bashku për të kryer funksionet e detoksifikimit. Madje, përveç beta-karotenit, një nga ato elementet kryesore për detoksifikimin e mëlçisë është dhe seleni. Unë do marr përsëri frutat e thata, në këtë rast kam fistikët, dhe fistiku njihet si mbreti i frutave të thata, jo më kot, sepse ka sasinë më të lartë të proteinave për gramaturën 100 gram. Dhe duke qenë i tillë, ai përmban gjithashtu dhe sasi shumë të larta të selenit. Madje jo vetëm tek fistikët ndodhet ky mineral, por edhe tek arrat braziliane ndodhet në sasi shumë të konsiderueshme. Në dyqanet e Neranxit ka pafund larmishmëri frutash të thata, ku mund të zgjidhni, ku të gjithë mund të zgjedhin atë që dëshirojnë, dhe konsumimi ditor do ishte përsëri 25 deri në 35 gram. Dhe seleni shumë i rëndësishëm për shëndetin e mëlçisë dhe kryerjen e funksioneve të detoksifikimit, sepse ndihmon aktivizimin e një enzime glutation. Glutationi për mëlçin ton, le të themi, është si një luftues, si një mbrojtës i frontit ballor ndërmjet gjithë toksinave që mëlçia jon filtron dhe pastron, sepse futet menjëherë në veprim duke i shpërbërë ato dhe duke kryer procesin e oksidim konjugimit, që më pas të dalin të gjitha jashtë nëpërmjet sistemit të ekskretimit. Prandaj shumë e rëndësishme gjithmonë konsumimi i frutave të thata në ditën në përditshmërinë tonë për të kujdesur jo vetëm për shëndetin e mëlçisë, por për të gjithë shëndetin tonë dhe mirëqenien tonë fizike. Normalisht, duhet gjithmonë të kujdesemi për cilësinë dhe të zgjedhim produkte të cilat japin garanci për sigurinë e tyre ushqimore me standardet e duhura, me certifikimet e duhura, me markat e duhura, siç dhe marka Neranxi i ofron ato. Dhe disa produkte të tjera në fakt, jo nga rëndësia e tyre, janë frutat e pyllit. Në dyqanet e Neranxi Organic Market ndodhen paketime të tilla të frutave të pyllit, të cilat lehtësisht mund të konservohen në kushe frigoriferike në akull dhe madje janë goxha të shëndetshme, shumë më të shëndetshme ndonjëherë edhe se sa frutat e freskëta, sepse frutat e ngrira gjithmonë kujdesen që të kultivohen në momentin kur ka arritur piku klimaterik. Dhe në momentin e arritjes së pikut klimaterik, atëherë edhe vlerat ushqyese të këtyre frutave të ngrira dhe të pyllit janë shumë më të larta. Pra, antioksidantat, antocianinat, vitaminat, mineralet janë në maksimumin e tyre dhe gjithashtu duke i vendosur në procesin e ngrirjes, ne mundet që të shkatrojmë në një farë forme atë pjesën e membranës qelizore të këtyre frutave, duke na lënë dhe duke na lejuar në momentin e konsumimit që t'i përcithim më mirë vlerat ushqyese të tyre. Madje edhe një eksperiment shumë i thjeshtë që mund të realizojmë, frutat e ngrira në krahasim me frutat e freskëta, kur mund t'i bluajmë në një mikser dhe të mundohemi t'i marrim lëngun frutave, do vëmë re që frutat e ngrira nxirrin më tepër lëng vetëm për shkak të shkatrimit të asaj membranës së jashtme qelizore që procesi i ngrirjes e kryen. Dhe duke qenë të tilla, antocianinat dhe vitaminat e frutave të pyllit ndihmojnë shumë shëndetin e mëlçisë për të rigjeneruar, sidomos sepse mëlçia ka një aftësi shumë të madhe rigjeneruese. Madje mëlçia mund të rigjenerojë veten e vet deri në masën 70%, kështu që duke konsumuar ushqime antioksiduese, atëherë edhe ky proces i rigjenerimit kryhet më shpesh dhe më shpejt. Një nga produktet e tjera në fakt që unë dua ta përmend janë dhe fibrat. Fibrat, ne flasim gjithmonë për rëndësinë e tyre, sepse janë të pasura dhe shumë të shëndetshme për zorën e trash dhe sistemin gastrointestinal, por në rastin e mëlçisë, sepse duhet të mendojmë kur e konsumojmë ushqimin, ai kalon në traktin ton tretës, pra stomak, zorë holl, zorë trash dhe përthithja e ushqimeve dhe toksinave patjetër që kalojnë më pas në filtrimin e mëlçisë, ndodh në pjesën e zorrës së holl, ku aty ndodhen disa enzima që ushqimet shpërbëhen në masën e tyre më të vogël, nga proteina, aminocide, nga aminocidet në peptide më të vogla dhe nga peptide më pas në grupe të ndryshme si azoti, fosfori etj. Dhe fibrat mundet të kryejnë një proces, një lloj si sfongjeri, duke fithur këto toksina dhe duke mos i lejuar ato për të kaluar në
sistemin e qarkullimit të gjakut dhe më pas duke i lehtësuar dhe një proces mëlçies, sepse sa më pak ta ngarkojmë mëlçin me toksina, aq më të shëndetshëm do jemi edhe ne. Dhe fibrat bëjnë këtë punë më së miri. Dhe farat e linjit janë një nga ato produktet ushqimore që në dyqanet e Neranxit ndodhet në sasi shumë të madhe, në paketime të ndryshme dhe janë një nga ato produkte shumë të shëndetshme që nuk do të mungojë asnjëherë në prezën tonë. Gjithashtu, sasi të lartë të fibrave kanë edhe produktet e tjera, jo vetëm farat e linjit, siç është edhe orizi i zi. Pra, në kategorinë e drithrave të ndryshme, orizi i zi unë do ta vendosja le të themi në vendin e parë, sepse përpos faktit që përmban sasi të lartë të fibrave që luajnë rolin e sfungjerit, përmban sasi të lartë të mikroelementëve, siç dhe magnezi që kryen diku tek 300 funksione të ndryshme dhe do duheshin 30 podcaste të ndryshme për të folur për magnezin. Dhe këto mineralet janë pikërisht ato, le të themi, luftëtarët e heshtur, të cilët funksionojnë dhe punojnë në koherencë me metabolizmin ton për të marrë me vete dhe për të procesuar të gjitha reaksionet e ndryshme metabolike në mënyrë që ne të jemi të shëndetshëm, të gjitha funksionet tona biologjike të ndodhin në mënyrën e duhur, energjia jonë të jetë në optimumin e vet, sepse duhet të mendojmë, të jap një shembull vetëm me magnezin dhe një lloj ndodh dhe me mineralet e tjera. Në momentin kur ne kemi deficiencë të një minerali, siç mund të jetë magnezi, në qelizat tona ndodhen le të themi organele të ndryshme, të cilat prodhojnë ATP, adenozin trifosfat. Por ATP-ja që është ajo molekulë që ne na jep energji nuk mund të prodhohet pa prezencën e magnezit. Dhe në këtë mënyrë dhe në të njëjtën analogji, në mungesë të mineraleve të ndryshme dhe funksione të ndryshme metabolike nuk do ndodhin dhe mëlçia nuk do funksiononte në optimumin e vet. Prandaj konsumimi i drithrave të tilla, të cilat dhe luajnë rolin e sfungjerit që thithin toksinat dhe na furnizojnë me minerale të ndryshme, gjithashtu dhe na japin kalorazhin e duhur, duke mos na ndikuar dhe në balancat hormonale, sepse orizi i zi ka dhe një nivel të ulët të indeksit glicemik, atëherë ne kujdesemi për të gjithë organet në sistemin ton tretës. Përveç orizit të zi, dhe hudhra është një aleat shumë i mirë për sistemin ton tretës dhe për mëlçin, por ndryshe nga hudhra e zakonshme në dyqanet e Neranxi Organic Market, ne kemi dhe hudhër të zezë. Pra, nuk është e zezë në mënyrë natyrale patjetër, por kjo hudhër është e fermentuar. Dhe ne tashmë dim shumë mirë që të gjitha ushqimet e fermentuara janë, le të themi, kanë element bioaktiv më tepër. Për shkak se procesi i fermentimit i krijon ato nëpërmjet veprimit të mikroorganizmave të ndryshme. Dhe hudhra e zezë, jo vetëm e pasur me element shumë ushqyes, por ka një sasi goxha të konsiderueshme të alicinës, që është një komponent bioaktiv që ndihmon shumë pastrimin e mëlçisë tonë, duke vepruar si një aleat kryesor për fazën oksidative, por dhe për fazën e konjugimit të toksinave të ndryshme që ne mund të konsumojmë. Nga ana tjetër, përveç hudhrës së zezë, është shumë e rëndësishme të përmendim dhe dy produkte të tjera të ndryshme, si tumeriku dhe shafrani. Tumeriku, i njohur ndryshe si shafrani i Indis, është një erëz e cila zakonisht përdoret në kuzhinën asiatike dhe ne zakonisht e përdorim vetëm për ngjyrë, por rrallëherë përdoret si një kondiment apo si një produkt ushqimor i cili ne na jep vlerë ushqyese dhe na ndihmon për të kuruar problematika të ndryshme. Tumeriku dhe safrani janë të dy shumë potent. Safrani normalisht ka një vlerë akoma edhe më të lartë sepse përmban edhe safranin, por të dyja së bashku to përmbajnë disa komponente quajtura kurkumina. Kurkuminat janë disa alkaloid, të cilët janë antioksidantë shumë të fuqishëm për sistemin ton digestiv, për metabolizmin ton dhe duke ndihmuar mëlçin të kryej funksionet e saj detoksifikuese, filtruese, balancuese në mënyrën e duhur. E vetmja këshill që unë dua të jap për tumerikun dhe safranin, për shkak të përmbajtjes së lartë të kurkuminave, është kombinimi i tyre me një element tjetër. Nëse ne tumerikun apo safranin e kombinojmë me piperin e zi, atëherë mundet t'i përthithim këto vlerat ushqyese të kurkuminave deri në masën 2000% më shumë. Pra është një masë relativisht goxha e lartë nëse flasim për aftësinë përthithëse të metabolizmit tonë.
dhe një nga ato alternativat që ne shpesh mund ta bëjmë shumë lehtë është dhe kombinimi ose përdorimi i çajrave të ndryshëm. Çaji i jeshil mund të jetë një alternativë, por në dyqanet e Neranxhi Organic Market ne kemi edhe çajin matcha, që në formatin 50 gram ai vjen në cilësinë maksimale, duke na ofruar antioksidant si Epigallocatechin gallata, që është një nga antioksidantët kryesor, i cili jo vetëm le të themi lufton radikalet e lira, por ndihmon shumë dhe në uljen e kolesterolit, ndihmon në balancimin e peshës trupore, ndihmon në menaxhimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe ndihmon në rritjen e përthithshmërisë së zorrës së hollë. Prandaj matcha nuk është vetëm një trend, por është një kujdesje për shëndetin tonë dhe për mëlçin tonë. E vetmja gjë është që të gjithë të zgjedhin produkte cilësore dhe gjithmonë të zgjedhin produkte të certifikuara, si dyqanet e Neranxhi Organic Market i ofrojnë ato. Kur është mëlçia jonë në rrezik? Mëlçia jonë në fakt në rrezik nuk vendoset brenda ditës, por janë ditë me radhë, muaj me radhë dhe vite me radhë, nga ku ne nuk kujdesemi për shëndetin tonë, ku dhe mëlçia jonë më pas mund të ketë problematika të ndryshme, si ciroza, hepatiti, etj me radhë, të cilat janë sëmundjet më klasike apo fibroza. Zakonisht konsumimi i ushqimeve të cilat janë të skuqura mbi temperaturën 180 gradë i ndryshon strukturën molekulare vaj duke formuar radikale të lira, të cilat më pas këto konvertohen në hepatotoksina dhe quhen të tilla duke qenë se qelizat e mëlçisë janë qeliza hepatike dhe toksinat e formuara për këto qeliza quhen hepatotoksina. Dhe duke konsumuar vazhdimisht ushqime të tilla, atëherë ne rëndojmë procesin e mëlçisë duke e mbi ngarkuar atë. Pra, le ta mendojmë në një formë paralelizmi, si një shembull, nëse ne kemi një rezervuar me ujë ku mbajmë rezervat tona dhe vazhdimisht shtojmë ujë tek ai rezervuar, por njëkohësisht dhe kemi hapur portën për ta lëshuar atë ujin. Dhe në momentin kur inputi është i barabartë me outputin, pra ajo çfarë shtojmë dhe ajo çfarë nxjerrim është e barabartë, niveli i rezervuarit qëndron i njëjtë. Por në momentin kur ne shtojmë më tepër se sa duhet ujë, atëherë ai rezervuari ka për të bingopur derisa të derdhet në një moment të caktuar, sepse nuk do mund ta përballoj dot atë sasi që ne po konsumojmë. Një lloj dhe me ushqimin, sepse ushqimi jo cilësor është në përpjestim, sasia e ushqimit jo cilësor është në përpjestim të drejtë me sasinë e toksinave që konsumojmë. Sa më tepër ushqime cilësor do konsumojmë, aq më tepër toksina ose hepatotoksina do konsumojmë. Një nga ato rreziqet e tjera përsëri përtej ushqimeve të skuqura janë dhe ushqimet e zgarës. Ajo shenja tipike e zgarës, pra ajo viza e djegur që hera herës na duket interesante, por edhe na pëlqen, ajo është pikërisht një jo e madhe, sepse pikërisht aty ndodhin reaksione të ndryshme si reaksione Maillard, ku më pas formohen edhe substanca si akrilamidi. Dhe pikërisht këto substanca përtej faktit që janë toksike, por janë dhe kancerogjen, të cilët predispozita e tyre është për të formuar qeliza tumorale dhe më pas të agravojnë në sëmundje kancerogjene. Kështu që janë disa produkte ushqimore që rrallë herë në fakt duhet i konsumojmë në ditën tonë, ndoshta edhe asnjëherë do ishte më e mira. Përtej këtyre dy grupeve të mëdha, alkooli po prapë është një nga ato kategoritë e ushqimeve të cilat e vendos mëlçin tonë në rrezik. Ne dimë që mëlçia dhe sistemi ka mekanizma të ndryshme, ka enzima të ndryshme, në momentin e konsumimit të alkoolit menjëherë aktivizohen alkool hidrogenaza, që është një nga ato elementet që e shpërbën alkoolin në dioksid karboni edhe ujë që ne më pas i metabolizojmë, por kjo mund të ndodhi kur ne mund të konsumojmë një gotë alkool, por kur e bëjmë të vazhdueshme, apo kur konsumojmë më tepër se sa një gotë dhe kemi të shpesh, atëherë mëlçia jonë mbingarkohet tepër dhe shanset janë që të formojmë dhe një mëlçi të diamosur. Përveç alkoolit, kemi edhe sheqerin apo pijet e gazuara, sepse mund të mendohet që këto nuk kanë yndyrna të pashëndetshme të cilat mund ta rëndojnë mëlçin, por konsumimi i sheqerit dhe pijeve të gazuara e ndikon mëlçin në mënyrë
indirekte, duke stimuluar që të prodhojë më tepër kolesterol. Dhe duke prodhuar më tepër kolesterol, atëherë automatikisht do rëndoj edhe veten e vet më vonë. Prandaj jo vetëm sheqeri nuk rëndon vetëm mëlçin, por patjetër që ndikon sistemet hormonale, ndikon nivelet e sheqerit në gjak, ndikon në lëkurën tonë, ndikon në zorën tonë të trash, ndikon në shëndetin tonë mendor, kështu që është një nga ato produkte i cili duhet minimizuar dhe duhet rralluar në dietën tonë. Dhe një nga ato ngjëtimi mangësit që ne e kryejmë pothuajse gjithmonë është dhe mos konsumimi apo mos hidratimi i ujit. Mos konsumimi apo mos hidratimi i ujit është një le të themi rrit mundësinë që sistemi jon detoksifikues që është mëlçia mos të veprojë në mënyrë eficiente. Dhe duke mos vepruar në mënyrë eficiente, kjo do të thotë që do kemi akumulim më të madh të toksinave në atë zonë. Dhe duke pasur në konsiderat vetëm këto çfarë përmendëm dhe duke i shmangur apo duke i ulur dozat e tyre, atëherë ne mund të kujdesemi edhe për mëlçin ton. Por zakonisht këto janë le të themi ato pikat kryesore ku sëmundjet dhe problematikat mbi mëlçin le të themi orientohen apo fokusohen. Do kisha shumë dëshirë që të na shpjegoje një dietë ushqimore e cila do na mbajë mëlçin ton të shëndetshme. Në fakt bëre mirë që e bëre këtë pyetje, sepse unë kam përgatitur edhe një regjim ushqimor, i cili lehtësisht mund të ndiqet nga kushdo. Dhe mjafton vaktin e mëngjesit, unë kam menduar që të nisim me kos grek, boronica dhe lëvore tërshëre. Një kombinim i tillë, duke bërë një përzierje prej 3 elementesh, e cila është dhe thjesht për të përgatitur, edhe praktike dhe nuk të merr as shumë kohë, na jep vlerat ushqyese, të cilët janë probiotikët nga kosi grek, që ndihmojnë sistemin ton gastrointestinal dhe zorën e trash. Prej boronicave marrim ato vitaminet antocianinet dhe vitaminat e tretshme në ujë, dhe nga lëvorat e tërshërës marrim fibrat, të cilat janë prebiotikët më të mirë për t'i ushqyer këto bakteret e mira të zorës së trash. Dhe duke kombinuar të treja, njëkohësisht kujdesemi për shëndetin e mëlçisë, kujdesemi për nivelet e sheqerit në gjak, kujdesemi për të qenë të ngopur gjatë gjithë ditës dhe njëkohësisht e furnizojmë trupin ton me vitalitet duke marrë minerale dhe vlera ushqyese. Dreka mund të konsumohet shumë mirë me një sallatë me argjinare të papërpunuara, me salmon të pjekur dhe kombinuar me pak brokoli, ku marrim proteinet prej salmonit dhe ato komponimet sulfurore prej perimeve kucifere, të cilat janë alati më i mirë për shëndetin tonë, sepse kanë këto komponimet sulfurore mund të atashohen dhe të kombinohen me toksinat të ndryshme për të kaluar më pas dhe të sekretohen nga sistemi ynë, i cili është i dizenjuar për ta bërë këtë punë, por duke lehtësuar punën mëlçisë tonë. Darka mund të jetë një vakt i mirë dhe një ide e mirë, vezë me lule lakër, dhe kjo është madje një nga ato ushqimet që edhe në fëmijërinë tonë besoj na kanë ndjekur shumë gjatë. Madje për fëmijërinë time ka qenë një nga ato ushqimet e preferuara. Nëna ime ma bënte shpesh vezë me lule lakër dhe unë le të themi mbarhoja pas kësaj pjate, por edhe pse është shijshme, në fakt ajo ka dhe vlera shumë të larta ushqyese. Jo domosdoshmërisht ushqimet e shëndetshme nuk janë të shijshme. Veza me lule lakër është një nga ato kombinimet që është goxha e shijshme dhe shumë e lehtë për të konsumuar, duke marrë proteinet cilësore nga veza, të cilat janë të biodisponueshme, dhe fibrat prej lule lakrës dhe ato komponime që përmendëm më përpara. E kombinuar me karrot kjo dhe një moll. Pra, le të themi një boost me proteina dhe me fibra dhe minerale. Sneku, që patjetër duhet të jetë i përfshirë në një regjim ushqimor të balancuar, mund të jetë 2 ara braziliane për të marrë atë sasinë e selenit, dhe një fakt interesant është që 1 arë braziliane në fakt na përmbush nevojën tonë ditore me selen. Dhe seleni është shumë i rëndësishëm, e përmendëm, për të aktivizuar glutationin, që është një nga ato enzimat kofaktore që ndihmon dhe është në vijën e parë të luftës për largimin e toksinave nga mëlçia jonë. Ose një fet me avokado e kombinuar me disa feta domate, duke qenë se kombinimi i avokado dhe domates na lejon të përcitim 4 herë më shumë vlerat ushqyese. Dhe disa këshilla të tjera, unë do përmendja që
që gjithmonë të hidratoheshim, madje jo vetëm me ujë, mund të hidratoheshim me çaj jeshil, mund të hidratoheshim duke pirë çaje të ndryshëm bimor, shafran apo turmerikun i cili përmban të dyja këto të fundit, të cilat përmbajnë kurkumina, duke kombinuar me piperin e zi për t'i përcitur më mirë vlerat ushqyese. Prandaj një vakt i tillë, një ditë e tillë me këto ushqime besoj është një nga ditët më të mira detoksifikuese për të ndihmuar mëlçin tonë. Çfarë ne nuk duhet të harrojmë nga kjo temë kaq e rëndësishme? Në fakt ne nuk duhet të harrojmë një gjë kryesore. Mëlçia jonë është si një kimiste inteligjente e cila vazhdimisht çdo sekondë, çdo minutë, çdo ditë, çdo muaj, çdo vit, pa mbarim, pa pushim, ajo vazhdimisht filtron, pastron, ndihmon prodhimin e energjisë, ruan ekuilibra jetësor, konverton toksina në materiale të padëmshme. Ajo është motori biologjik jetësor për ne dhe kujdesi për atë nuk është një le të themi një diçka që ne duhet ta marrim të mirëqen, por është një domosdoshmëri, është diçka jetësore në mënyrë që ne të jetëm shëndetshëm dhe të kemi një jetë gjatësi. Prandaj mëlçia jonë është burimi kryesor i shëndetit tonë, i mirëqenies tonë dhe konsumimi i produkteve cilësore, antioksidante me vlera ushqyese, të pastra nga kimikate të ndryshme, pa konservant, pa aditiv, do na lejojë ne që t'ja lehtësojmë punën mëlçisë tonë. Dhe gjithashtu të konsumojmë produkte sa më afër natyrës, të hidratojmë mirë, të flejmë mirë, të konsumojmë produkte cilësore, të kryejmë aktivitet fizik dhe të mendojmë pozitivisht. Të gjitha këto së bashku do na e lehtësonin le të themi procesin e mëlçisë tonë për të bërë punën e saj si një kimiste inteligjente. Faleminderit shumë Alken që ishe sot me ne dhe si gjithmonë ti ndan informacione shumë të vlefshme. Është kënaqësi edhe për mua që së bashku të diskutojmë tema të cilat prekin çdo dhe janë në fokus shëndetin duke dhënë ato sugjerimet klasike të tonat. Faleminderit dhe ju të gjithëve që qëndruat me ne, bashkë shihemi në episode të tjera. Mirupafshim.